Kjo rrugë gjarprore të shpije në malet e Gollakut, përkatësisht në fshatin Brain. Përshëndetje shikues të Tribuna Channel. Gjendemi këtu në fshatin Quka e Brainës, fshat ky 25 km larg qytetit të Podujevës. Ne përmes këtij reportazhi do t'ju tregojmë bukurinë që ka ky fshat, jetesën e banorëve në këtë fshat, si dhe do t'ju tregojmë një legjendë shumë interesante për ta ashtu quajturin Kroji i dashurisë. Do fillosh rrugën për në rajonin e Brainës, të mbush plot gjallëri. Pjesa më e madhe e këtij fshati takon relevit kodrinoro malor, livadhet, pemët, fushat, koldrat po t'i shohësh, duket sikur të jenë të pikturuara. Ndoshta nuk do të mundte as piktori më i mirë që t'i paraqiste ato bukuri. Të kalosh pranë tyre, të duket sikur ke hyrë në botën e imagjinatës. Ky rajon fillon me kodra, fusha, pyje, livadhe dhe mbaron po me të njëjtat. Duket sikur nuk ka fare fund. Për këtë fshat ekzistojnë edhe gojdhëna të ndryshme. Thuhet se në këtë fshat ka pasur aq shumë shtëpi, sa një mace ka kaluar nga ky fshat deri në qytet, përmes qative të shtëpive, pas zbritur fare. Por sot në këtë fshat kanë mbetur vetëm 12 shtëpi. Banorët, edhe pse jo para kamerës, thonë se jeta në këtë fshat është e qetë. Banorët të këtij fshati merren kryesisht me blegtori. Patëm rastin të takojmë barin me tufa delësh. Sa i mirë është ky vend për kullosa, thoshin barinjt, por jo vetëm kullosa. Ky rajon ofron kushte edhe për zhvillimin e gjuetisë. Por zhvendosja e banorëve në qytet nga kjo zonë është një shqetësim i madh për banorët e mbetur. Pamje të formave të ndryshme, me pjertësi të shumta të rrethuara me male, shkëmbejnë të formave të ndryshme, bjesht të larta, rruga gjarprore janë vetëm disa nga elementet që bëjnë karakteristike këtë vend. Në këtë fshat ekziston edhe një krua, i ashtu quajturi Kroji i dashurisë. Ky krua gjendet në majën më të lartë të këtij rajoni, e cila quhet Quka e Brainës. Për këtë krua thuren legjenda të ndryshme. Njëra ndërto është se ata të cilët vinin e pinin ujë në këtij kroji, do të gjenin fatin e jetës. Edhe unë pata rastin të pija këta ujë të freskët. Edhe pse kishte mbetur vetëm një vrim nga ky krua, prej nga dhe rrjedhte ujë në drejtim të shtëpive të pakta në këtë fshat. Banorët thonë se të shumt janë ata që e kanë pirë ujin. Këta ujë që rrjedh poshtë kodrës së lartë mbi 1200 metra lartësi mbi detare. E për të gjithë ju që nuk dini ku t'i kaloni vikendët, të vizitoni Brainën do të krijoni përvoja të paharrueshme mes ajrit të pastër e natyrës mbreslënëse.